Çdo gjë që prek dora e saj e shndron në art. Është kjo Zemzeme Dibrani, një artizane që me kujdes dhe dashuri krijon aksesor unik. Vath, qafore, ruaza dore dhe shumë pundore të tjera, duke i dhënë secilës vepër një prekje të veçantë. Çdo krijim i saj mbart frymën e stinës dhe magjin festive. Ngjyrat e pranverës, rrezet e verës, ngrohtësia e vjeshtës dhe shkëlqimi i dimrit gërshetohen në detaje që të mahnisin. Argjila ta jep mundësinë. Çka lloj e argjilës ta jep mundësinë edhe më përshtat edhe me festa, për shkak se i ka gjitha ngjyrat e mundshme të sajna, edhe ta jep mundësinë ju përshtat festës, sezonës, kohës, edhe shumë është e mirë kjo puna me ngjyrave. Raste i kombinon edhe vetë, se ka ngjyra që shkon prej marketës dhe këtu marona, po nuk është ka shumë e zashme për mu që mu përshtat periudhës për shkak se ngjyrat janë vetë. Vjeshtdimen janë ngjyrat e tokës, që janë e kafta, bordo, edhe e verdha, që është lula e diellit. Ato janë mas shumë të në fokus që tasht. Pastaj fillojna gradualisht edhe me festat e fundvitit, të cilat i përfshin kabardimrat, broshat me ma shumë ngjyrat kuqe, me dhezta. Ajo nisi duke punuar për vete, pa e ditur se pasioni i saj do të shndrojë në diçka shumë të madhe. Unë në fakt e kom dashur artin shumë, edhe e du shumë. Edhe për artet më kanë lidhë këto sa në shumë njëna me tjetër në aksesor të punës me argjil. Të unë konkretisht merrna me punën me argjil plastolin, e cila pjeket është, më i me thonë që një 7 vjetë, pra 7 vjetë ja merr me qëtë punë, ja kom nisë më merr, ja në herë për vetën, për anëtarët e familjes të, për shoqnin, e ngusht edhe Riga është shumë interesant, se unë si fëmijë jam ko pak, më me thosë si vetjak pak. Edhe thjesht të kom pasat botën tem, edhe kur kom hi me vizatu, kom bon edhe si jam merë me kërkan tjetër heq. Edhe, e di që as gjelpana s'kom dit me kap, se po du me dalë të gjelpana, as gjelpana nuk kom dit me kap. Edhe një kur më shek e nona ato ba me gjelpana, ma bajke ku, mos e të s'ke dit kur me bok si sene, s'po më qësha. E kështu që ja kom nisë unë vetë, pa e pas kërkan tjetër ma herët që e ka punu këtë punën, qoftë edhe me qëndisje që e baj, edhe qoftë edhe me filma. Ajo buzëqesh sa herë kujton krijimin e parë, një fillim i vogël, por që bart kujtime të mëdha. Oh my god, ale dje të halakot ka pak të qitë në rënat vetë e gjeta, edhe u ka shumë interesant me atë punim në Rigë. Kur e kom nisë, nuk kom ditë ku ka plastolina heq, të lojit tillë, se kjo është plastolin pak e justifikune, është një prodhem gjerman, që jo në punoj me to. Edhe, kur e kom nisë, nuk e kom ditë ku ka heq, vesh pëse më ka pëlqy që e kom pa në internet, më pëlqej shumë, edhe e kom nisë, e kom bo plastolinën vetë në fillim. E kom bo me gjitha produkte që e kombinojshin. E kom nisë mas pare të e bo produktin vetë, produktin lëndën e parë vetë, të e përdor millin e misrit edhe disa kombinime tjera që i kom gjetë në internet, edhe punim mas pare kom bo për vete. Se i du shumë këto punimet, i du shumë aksesorës dhe mas që punor me dorë shumë, edhe mas pare kom fillu ato, e kom bo vetë për veten. Edhe ato ka nisë edhe për tjertë tani. Ajo zgjedh të vendos aksesor të punuar me dorë përpara atyre prej arit. Jam mik pak prej aksesorëve të arit, nuk jam shumë e preferu në arit, jam ma shumë me aksesor që punohen me dorë si dhe mas, po kom gjitë shumë, edhe i du fartë. Zemzemja thot se burimi kryesori i frymëzimit për krijimet e saj me dorë janë rrjetet sociale. Fillu për rrjeteve sociale, po normal që gjithçysh kemi ndiku edhe prej momentit, prej kohës, edhe ka herë edhe shpesh edhe për disponimit që jam, se më kon disponim me kriju diçka tjetër, edhe jeni kohë tjetër ose një periudhë tjetër krejt. Kështu që rrjetet sociale kanë vendin e vet, kom fillu ato, kom gjetë komplet që është bë puna,
ato se është pak punë që donë për kushtim, donë me këqyrës disa qyshot e kopë se pjeket, qysh pjeket, sa grad pjeket, e kështu që komplet e këmësu për rrjeteve sociale, YouTube-ës, Instagramit. Se cilin nga këta aksesor kërkon kohë dhe durim për t'u krijuar. Fillim, kur e kom nisë më merë, unë ka zgjat shumë se nuk e kom ditë procedurat komplet. Nuk e kom ditë qysh bëhet, qysh zbutet, bëhet i përdar shumë në fimos, është pa e gje fort. Pastaj qysh pjeket, në sa grad pjeket, edhe petalet, njëra e shtrimit. Sa për punimi formës, krime? është e vështirë, sidomos krimet e figurave, është e vështirë që don për me bë bazë kështu me nxjerr figurën shumë e vështirë, normal që mas shumë të është e vështirë të figurat e vizatimore, se kemi me provu me nxjerr ashtu që është, se te lulat ma nuk e kam problem, fillim nuk ka problem, ndoshta fillim i kom bë petalet pak ma trasha, tash te kam dorën ma se ulshu se u bë një farë periudhë bajeg e gjatë, është që 7 vjetë, që mena dhe vetë ju këto ka erë si në gjumë me bodin e banë mirë. Shto që e më fillim u kanë po. U kanë gjitha periudat janë kanë të vështira për mu. Kanë dollë, i kom pjekë shumë, i kom përish, mu kanë kallu, dashme i gjujt. Po, tashti jo, tashti mrena një kohë shumë të shkurt, e bëj një punim, kur kam më më thot dikush sot për nesër e bëj. Adin thjesht në qoftë, sidomos se për lulja e te për shpejt, edhe pjekja është dikon 40 minuta, bëhet shumë shpejt, po për figura donë pak ma shumë kohë. Pavarësisht se puna me dorë në Kosovë nuk gjen gjithmonë vlerësimin që meriton, ajo vazhdon ta bëj këtë punë me shumë dashuri. Vende tjera që unë e kom pa që merren me këta paguhet shumë. Po në Kosovë, punët e dorës, hale nuk paguhen sa për i me javlin. Se cilën punë, jo veç kja me fima, jo veç qoftë puna artistike, nuk paguhet qatë sa e ka që është pundore, thjesht është pundore, që i vlerësohet anë anë botë, nuk paguhet qatë shumë këtu në Kosovë. E këto e bajt thjesht e kam pak si pasion, për shkak se edhe i du këtu e loj bizhuteri shumë, po dhe pasion mas shumë të ka jeri jo dhe gjithmonë për përfitime. Këto krijime kombinohen lehtësisht me veshje të përditshme dhe u japin atyre një shkëlqim unik. E mira e qëtyne punim me vrikë. Se kombinohen qatë shmirë, qatë letë kombinohen, se i ki gjitha ngjyrat, i ki gjitha mundësit e kombinimit, sa që te për letë kombinohen punimet me veshjen që e ki ti. Nëse e ki një palto, thjesht në ngjyrë, është e kemi qitë një brashe dhe te për bukur, ka me ra te për në sy. është sen që e kumë provu vete dhe i ka të rejtë synin shumë. Ose do më ngjit një parbat, qoftë sezones, qoftë në gjyrë ma ndezën, janë sani që kombinohen tepër letë. E gjenë veten shumë shpejt. Ajo e veçon një nga krijimet e saj që ka një rëndësi të madhe për të. Me unikin që e kom po vetëm një herë, është hynesha në Fran, është një paspartur, është vetëm gjysa e të sajna, që u ka në porosit në për dikon jashtë. është hynesha në Fran, është dikon në për faqe. Ato e kom po vetëm një herë, po mos e kom bon. Kështu që ajo kon ma unikja që unë e kom bon. Po, tani të fillu edhe figurat e filma vizatimor që i dojnë fëmija shumë, se dojnë shumë precizitet, dojnë shumë javë për në gjahë, edhe nëse nuk e ki një shablon, që unë komplet punoj për shablona, nëse nuk ishtë një shablon gjithë kemi bo vetë me dora, dhe kemi ja për në gjahë gjithë qysh. Kështu që Renesha në Franë edhe punimi i gotave figurave. Jo vetëm për këtë punë, po se cili që i donë dishka punëdore, qoftë punimi me çantave, që unë i du edhe shumë çantat, që thamë nesër mos nesër, kam janë nisë edhe çanta, po për shkak të obligimeve tjera, familjare, fëmijëve nuk moj, po kushdo që veç donë me hinjë këto punë, le ta ketë fokus pak, le të holumton pak si bëhen, le të pse jo mos më merr edhe njëherë për knatësinë e vet, tani se gjithmonë njëri fillon për veten, pastaj edhe për mosën. Kështu që gjithçysh më merr me punën që e dojnë, sidomos me punën që e kanë në gjak.